dhe zotrinj, këto janë zhvillimet kryesore. Skadoi në mesnatë afati për regjistrimin e shqiptarëve që nuk do të jenë në vend për të votuar ditën e zgjedhjeve. Mbi 232.000 zgjedhës janë aprovuar për votim nga diaspora, mbi 19.000 të tjera janë në shqyrtim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kryeministri Edi Rama publikon videon me sekretarin e përgjithshëm të kryeministrisë Angela Gaçi duke hedhur poshtë pretendimet e Berishës se ishte arratisur. Në fundjavë kryeministri tha se Gaçi kishte hyrë në intubim për shkak të lëndimit të mushkërisë nga 3 ndërhyrje në zemër. Rrëfimi I të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani vijoi me tensione. I penduari tregoi detaje mbi vrasjen e 16-vjeçares Fatmira Doda, dëshmi që u kundërshtua me forcë nga të pandehurit e akuzuar si porositës të krimit. Ukraina është e gatshme të nënshkruajë marrëveshjen e mineraleve me Shtetet e Bashkuara. Faktin presidenti amerikan Donald Trump e tha gjatë fjalimit të tij në Kongresin Amerikan. Trump pranoi se ka marrë një letër nga Zelenski për të cilën kërkon që të rifillojë takimet me përfaqësuesit amerikan për të dhënë fund luftës me Rusinë. Të shohim tani këtë lajme më të zgjeruara. Administrata tatimore dhe doganore mblodhen 646 milion euro të ardhura në janar të këtij viti. Ministria e Financave thotë se janë 100 milion euro më shumë se vjet dhe kontributin kryesor e kanë dhënë konsumi dhe tatimi mbi pagat. Ndërkohë, investimet publike përsëri rezultojnë me ecuri të ngadalt. Kryesisht nga çmimet dhe të ardhurat nga paga e individëve në arkën e shtetit hyn plot 646 milion euro në janar. Të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se në krahasim me fillim vitin e shkuar arktimet janë rritur me 101 milion euro ose 11.6%. Megjithë inflacionin e zbutur nga tatimi mbi vlerën e shtuar, mbi çmimet e ushqimeve dhe produkteve u mblodhën plot 220 milion euro, 37 milion më tepër se një vit më parë. Natyrshëm që është një tregues pozitiv për sa I përket interesit të buxhetit, por është një tregues negativ për sa I përket të ardhurave që ngelen në xhep individëve, pagamarrësve, bizneseve të cilat nuk arrin dot të kursejnë dhe nuk janë të trajtuara në atë mënyrë që ato të arrin të performojnë, dhe nga ana tjetër tregon që mungon ajo transparenca e nevojshme për sa I përket mënyrës se si këto të ardhura kanë performuar në lidhje me ngushtimin e evazionit, në lidhje me atë çfarë ka dhënë si arritje fiskalizimi. Rritja e pagave të individëve gjithashtu kontribui me 72 milion euro, 15 milion më tepër se në po të njëjtin muaj të një viti më parë. Nga ana tjetër qeveria duket se po tregohet më dorë shtrënguar tek shpenzimet. Për investime shkon 464 milion euro, shifër kjo në rritje në raport me një vit më parë, por ato u realizuan vetëm në masën 89.7% të planit. Natyrshëm që kjo është një performancë jo pozitive, por negative të mos zbatosh planin e shpenzimeve që ka vendosur për vetveten, duke patur dhe një mangësi në mos raportimin e asaj se sa shpenzime nuk janë realizuar dhe për arsye të kujt, kush institucione nuk kanë performuar si duhet dhe kujt I nevojitet të kjo lloj politike. Të ardhurat ndjeshëm më të larta se shpenzimet bën që ekonomia e vendit të mbyllej pozitivisht në janar me 182 milion euro të kursyera. Në sportelet e postave dhe në banka ka nisur shpërndarja e bonusit të pranverës për pensionistët. Pas deklarimit se janë ende gjallë, kanë tërhequr pensionin dhe shpërblimin nga 5 deri në 10.000 lekë. Por për ta marrë tregojnë se si do t'i shpenzojnë paratë e bonusit. Unë jam gjallë. Ky është deklarimi që shumë pensionistë kanë bërë në bankat e nivelit të dytë para se të rishnin pensionin dhe bonusin e pranverës. Edhe në degët e postës shqiptare, pensionistët janë drejtuar për të marrë pensionin, e bashkë me të edhe bonusin e premtuar nga qeveria. 5.000 lekë është bonusi për të moshuarit që marrin pension, mbi 20.000 lekë, dhe 10.000 lekë për ata që pensionin e kanë deri në 20.000 lekë. Sa është vlera që përfitonin nga bonusi? 5.000. Keni pensionin më lartë se 200.000 lekë të vjetra? Shturp me tregu se sa marrë. Për punën që kam bërë. Kushdo që ka punu në tokë është një shumë qesharake. Sa merrni sot ju si? Sot unë marrë 27.700 lekë me të gjitha llojet e shtesave, na ndihmojnë fëmijët. Mos ta ndihmojnë fëmijët, 2 pensionistat
ka mundësi me smundjet që kemi ne. Keni ardhur për të marrë pensionin apo Të dyja, bonusin? pensioni me çfarë bonusi? Pensioni ku ti qenë 50.000 lekë? Bonusin e qiti nga i keqë. Të rregullë pensioni, jo bonusi. Shumë prej pensionistëve kanë quajtur bonusin e votimeve para zgjedhjeve të 11 majit. Megjithatë, ata na tregojnë se si do t'i shpenzojnë me timar 5 apo 10.000 lekë shpërblim. 100.000 lekë tani për votime, thënë, unë falë për votu, s'kam për votu, lekët i mora. Kushta që janë për votime? Po kështu e kam dëgjuar, ku diun? Çfarë do bëni me ato? Çfarë do bëj? Do shkoj të paguaj se kam burrin pa shef, gjitha lekët, pensionin që marr këtu e paguaj në Gjermani të gjithë. Çfarë do të bëni me bonusin që do të merrni? 50.000 lekë të vjetra apo 5.000 lekë të reja? Ai është i bërti. Është i bërë, është i harxhuar, kështu që nuk ka gjë të Ja caktuar. keni gjetur vendin? Ai është i gjithë pa ardhur akoma. Ku do shkoj? Ke ilaçet. Vetëm një ilaç, unë e mor 60.000 lekë çdo muaj. Ku ilaç? Është për diabetin. Ilaçe do t'i marrim. Çfarë do marrim? Çfarë ilaçesh merrni? Për tensionin, për yndyrna, për gjitha i marrim. Do festojmë 8 mars. Festojmë 8 Ju mars. mjaftojnë? Pa jamin. Ne japin kalamajt për ne kena mërdhif. Në ditën e dytë të shpërndarjes së bonusit të pranverës në degët e postës apo në banka, nuk ishte radhë dhe as fluks të shtuar. Megjithatë, pensionistët kanë afat për të tërhequr bonusin e pranverës deri në fund të shtatorit. Ky është shpërblimi i dytë pas atij të fundvitit, që qeveria shpërndan për afro 730.000 persona të moshës së tretë. Në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës po kryen përgatitjet e fundit për nisjen e punës dhe për këtë arsye është në kërkim të stafit që pritet të punësohet në 100 pozicione të ndryshme të aviacionit në këtë aeroport. Zëvendës kryeministri e njëherëzi, ministri i infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka bërë me dije se bëhet fjalë për 100 vende të lira pune në pozicione të ndryshme. Punimet për aeroportin dhe për ndërtimin e aeroportit të Vlorës kanë ngecur paralelisht për përfundimin e pistës, ndërkohë ngritjen e terminalit, kullës së vrojtimit dhe për të gjithë infrastrukturën tjetër aeroportuale. Rrëfimi të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani në gjykatën e posaçme vijoi me sancionesh. I penduari tregoi detaje mbi vrasjen e 60 vjeçares Fatmira Deda, të një që u kundërshtuar me forcë nga të pandehurit e akuzuar si porositës të krimit. Në një seancë plot tension dhe përplasje mes palëve, i penduari i drejtësisë Nureddin Dumani rrëfeu në gjykatën e posaçme të martën rrethanat e vrasjes së Fatmira Dedës, ndodhur shtatorin e vitit 2013 në Durrës. Sipas Dumanit, për vrasjen ishin premtuar 40.000 euro nga i pandehuri Festim Qoli, 10 nga të cilat i kishte marrë paradhënie prej tij dhe 30.000 të tjera ja kishte dhënë i pandehuri Petrit Qoli pak ditë pas ngjarjes. I penduari i plumbit të artë tha si 60 vjeçarja bënte përgjegjës vëllezrit Qoli për vrasjen e të birit Erviz Deda, se shkonte ju hakorrehej tek biznesi i tyre dhe kërkonte drejtësi në institucionet shtetërore. I penduari tha se bashkë me Talo Çelën dhe Dorian Shkozën kishin mbajtur disa ditë në vëzhgim 60 vjeçaren. Plani fillestar sipas tij kishte qenë për ta vrarë në Varreza, por më pas vendosën që ta vrisnin te garazhi i saj, ku edhe u realizua krimi. Për fshirjen në ngjarje të pandehurve Agron Petrit e Festim Qoli, gjalli reagime të forta nga 2 prej tyre në sallën e gjyqit, që nuk i kursyen as fyerjet ndaj të penduarit. Ky ka ndërtuar xhami, por me hyp në majt minares është rrezik se bie poshtë. Ky ka ndihmuar njerëz. Po, ka ndihmuar dhe një turk në 2014 të shkonte në fund të detit, por si a di emrin atij turkut. Fatmira Deda që ditën 1 kur vra Erviz Deda ose Losha, ajo bënte përgjegjës të 2 vëllezërit Petrit dhe Festim Qoli për vrasjen e djalit të saj. Pse nuk i tregon prokurorit që ke lindur me bir në zemër? Ka lind me defekt. Verifikojeni nderuar trup gjykues se është operuar në Francë nga zemra. Ky e ka babën burr me vlera, fati i tij i keq. Ti e i ndyrë për ca topa letre ke vra njerëz. Më tej pandehuri Qoli ironizoi në drejtim të prokurorëve, duke thënë se kur ka dëshmuar para tyre, Dumani duhet këtë qenë konfuz dhe jo në rregull, si dhe i përmendi të penduarit familjar, motrën dhe të atin. Në seancën e radhës, bashkëpunëtori i drejtësisë Nureddin Dumani do të vijojë të përgjigjet pyetjeve të avokatëve dhe të pandehurve në proces. Ka
përfunduar afati për regjistrimin e shqiptarëve për të votuar nga jashtë vendit për parlamentarët e 11 majit. Sipas të dhënave zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, numri i kërkesave të aprovuara është mbi 232.000. Por kjo nuk është shifra finale, pasi janë edhe rreth 19.000 kërkesa të tjera në shqyrtim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, çka praktikisht mund ta çojë numrin e votuesve nga jashtë në rreth 250.000. Shtetet me më shumë aplikime janë Italia me rreth 86.000 zgjedhës, ndjekur nga Greqia me rreth 62.000. Në vend të tretë sa i përket aplikimeve është Gjermania, më pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar. Sipas parashikimeve të kodit zgjedhor, votat e diasporës do të përllogaritë në zonat zgjedhore ku figurojnë të regjistruar dhe qarku me numrin më të madh të kërkesave të aprovuara e ka Tirana me rreth 49.000, ndjekur nga Fieri me rreth 30.000 e Durrësi me rreth 24.000. Qarkun me numrin më të ulët e ka Kuksi dhe 3.780 votues të regjistruar. Me kthimin e tij nga Berlini, kryeministri Rama tha se kishte gjetur një surprizë në kryeministri. Ai publikoi videon me sekretarin e përgjithshëm Angela Gaçi duke hedhur poshtë pretendimet e Berishës se ishte arratisur. Në fundjavë, kryeministri tha se Gaçi kishte hyrë në intubim për shkak të lëndimit të rënd të mushkërisë pas 3 ndërhyrjeve në zemër. Po jam kthyer nga Berlini edhe kam gjetur këtu një të kthyer tjetër nga arratia. Ja, ku është, Angela Gaçi. Përshëndetje të gjithëve dhe ju falenderoj me gjithë zemër për mbështetjen. Jo të gjithë, për mbështetjen atyre që mbështetën. Atyre tjerëve pa merak, në 11 maj. Enkeleda Alibea i tërhiqet nga rekursi në gjykatën e lartë për vullën e Partisë Demokratike, çështja e fituar në gjykatën e apelit qershorin e shkuar nga Sali Berisha. Ka ndryshuar pozitat politike dhe juridike, sqaroi Alibea, i cili ka një parti tjetër. Ky shëndrim ka zemëruar Lulzim Bashën, i cili ende shpresonte të merrte vullën e Partisë Demokratike. Sipas euroatlantikëve të tij, Alibea i ndërmori këtë hap pas presionit që ju bëri për të hyrë në koalicion me ta, por jo me kushtet e Bashës. Alibea i tregoi të vërtetën e tij në A2 CNN. Sa kohë që isha tek Partia Demokratike, e kam bërë këtë betejë ballazi, hapur, pa ufshor me eskujt. Ndërkohë, nga momenti që jam tek djathtas 1912, tek djathtas për zhvillim, juridikisht unë jam në një tjetër pozicion. Sigurisht që nuk kam asnjë lloj kapaciteti ligjor për të kërkuar diçka nga partia e Sali Berishës, apo partinë e Sali Berishës. E kam bërë të qartë, besoj që është e njohur për publikun. E për këtë arsye, akti edhe juridik, edhe politik, është ky i sotmi. Heq dorë nga një rekurs. Kur e kam filluar betejën me Sali Berishën, e kam filluar vetëm, nuk kam pyetur askënd. Kështu jam i gatuar unë. Nuk ka qenë pas dhe Lulzim Basha, zoti Alibeaj? Asnjëherë. Kurr. Këto terma të shantazhit dhe të kërcënimit i marrin brapsh. Unë kam një fytyrë, kam një identitet, nuk shantazhoj dhe nuk kërcënoj askënd. Nuk keni kërcënuar demokratët euroatlantik, zoti Alibeaj? Asnjë. Nuk jam një kësaj politike. Që në dhjetor, ne kemi ofruar një platformë së bashku me zotin Shehi, i është ofruar jo vetëm, po edhe shumë të tjerëve, nuk i është lutur askush, që të jetë i qartë. Një gjë është bërë e ditur, jo nga ana ime, o them. Sa kohë që do të vijë një moment që do të regjistrohemi në zgjedhje, sigurisht betejë do t'i bëjmë me Sali Berishën në fushë betejë politike, jo të gëzvarritur sallave të gjyqeve. Është Lulzim Basha i ndarë nga Sali Berisha, si mendoni? Po nuk më intereson. Një opinion. Nuk më intereson. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë është drejt përfundimit të numërimit të votave me kusht të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. Sipas përditësimit të fundit në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në orët e hershme të së mërkurës janë numëruar 78.57% e votave me kusht. Lëvizja vetëvendosje i ka fituar 40.21% apo 2634 vota me kusht. E dyta është Partia Demokratike e Kosovës me 18.1% apo 11.186 vota.
Më pas vin lidhja demokratike e Kosovës me 13.54% apo 887 vota, lista serbe me 11.37% apo 745 vota, si dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma me 6.21% apo 407 vota. Numërimi i votave me kusht dhe i personave me aftësi të kufizuara nisi këtë të martën në ditën kur përfundoi numërimi i votave me post dhe pritet të përfundojë sot sipas zyrtarëve të KQZ-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, pritet të qëndrojë në Prishtinë gjatë javës së ardhshme. Vizita e tij shihet si përkushtimi i NATO-s për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Gjithashtu është paralajmëruar edhe një vizitë e Richard Grenell, emisarit amerikan për misionet posaçme. Javën e ardhshme pritet që sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, të qëndrojë për një vizitë në Kosovë, ndonse ende pa konfirmuar zyrtarisht, data kur besohet se Rutte do të jetë në Prishtinë është 11 mars. Vizita e shefit të NATO-s shihet si përkushtimi i aleancës për situatën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Është shumë e rëndësishme dhe tregon bart mesazhin se NATO-ja, konkretisht perëndimi janë shumë të interesuar për paqe dhe stabilitet dhe ruajtjen e rendit dhe sigurisë në këtë pjesë të Ballkanit Perëndimor. Vizita e Rutte në Kosovë vjen në një kohë kur dinamikat politike dhe aleancat janë në një pikë kritike dhe mes diskutimeve për tërheqjen e trupave amerikane nga Europa. NATO janë kryer me zotin Rhodes dhe kryesisht vendet perëndimore janë të gatshëm që të marrin mbi supet e tyre çështjen e sigurisë të rajonit dhe të Evropës kryesisht, pavarësisht dinamikës dhe raporteve së fundit të tensionuar në mes të BE-s dhe SHBA-s. Një ditë para Rutes, më 10 mars, në Kosovë raportohet se do të qëndrojë dhe emisari amerikan për misionet të posaçme Richard Grenell. Grenell mbetet kritiku më i madh i qeverisë së Kosovës dhe i kryeministrit Albin Kurti. Çështjet janë të tensionuara në kontekstin gjeopolitik dhe padyshim Republika e Kosovës do duhet reflektojë, do duhet të krijojë ura të bashkëpunimit, komunikimit dhe asesi mos na gjendem në një situatë të palakmueshme, siç është rasti tani më eklatant diplomatik në mes Ukrainës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ballkani Perëndimor, sidomos Kosova, mund të ketë presione për të përmbyllur sa më shpejt çështjen e dialogut. 2025 sipas gjitha gjasave do të arrihet marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë dhe njëkohësisht do të përcaktohet rruga euroatlantike e rajonit Ballkanit Perëndimor. Së fundmi Kosova është qortuar për mbylljen e 4 qendrave për punë sociale që operonin në 4 komunat me shumicë serbe në veri dhe mbyllje e vazhdueshme e strukturave paralele ka bërë që ndërkombëtarët t'i kërkojnë Kosovës të mos ndërmarrë veprime të njëanshme. Ukraina është e gatshme të nënshkruajë marrëveshjen e mineraleve me Shtetet e Bashkuara. Këtë fakt e ka bërë të ditur presidenti amerikan Donald Trump gjatë fjalimit të tij në Kongresin Amerikan. Trump përmendi letrën të cilën e ka marrë nga Zelenski, në të cilën kërkon të rifillojë takimet me përfaqësuesit amerikanë në mënyrë që të ndalojë lufta me Rusinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në fjalimin para Kongresit tha se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski e ka informuar se është gati për bisedime me Rusinë për t'i dhënë fund luftës në vendin e tij dhe është ofruar për të nënshkruar marrëveshjen për mineralet e Ukrainës në çdo kohë. America is back. Trump tha se ka marrë një letër nga Zelenski në të cilën udhëheqësi i Ukrainës ka shprehur gatishmërinë e tij për të ulur në tryezën e diskutimeve. Earlier today I received an important letter from President Zelensky. Mora një letër të rëndësishme nga presidenti Zelenski i Ukrainës. Letra thotë se Ukraina është gati të vinë në tryezën e bisedimeve sa më shpejt që jetë mundur për të sjellë më afër paqen e qëndrueshme. Askush nuk dëshiron paqe më shumë se Ukraina, si thot Zelenski. Ekipi im dhe unë jemi të gatshëm të punojmë në udhëheqjen e fortë të presidentit Trump për të arritur paqen që të ruajë shumë vlerën e saj. Për sa i përket marrëveshjes për mineralet dhe sigurinë, Ukraina është e gatshme ta nënshkruajë në çdo kohë. E vlerësoj që ai e dërgoi këtë letër. Në të njëjtën kohë ne kemi pasur një bisedë serioze me Rusinë dhe kemi marrë sinjale të forta për paqen. Trump tha se 2000 njerëz vriten çdo javë në luftë, të rinj rusë dhe të rinj ukrainas. Dua që kjo të ndalet, tha Trump,
duke pretenduar se Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar ndoshta 350 miliard dollar me ndihma në Ukrainë, ndërsa Evropa ka shpenzuar vetëm 100 miliard dollar. Bashkimi Evropian i ka kundërshtuar karakterizimet e tilla, duke thënë se vendet e tij anëtare që nuk e përfshin Mbretërinë e Bashkuar kanë ofruar rreth 145 miliard dollar ndihmë për Ukrainën. Trump nuk e përmendi grindjen e tij publike me Zelenskin javën e kaluar në zyrën ovale. Ne po shkojmë shumë mirë me ta dhe shumë gjëra po ndodhin, tha presidenti amerikan. Trump mbajti fjalimin një ditë pasi njoftoi se ka pezulluar gjithë mbështetjen ushtarake të SBA-s për Ukrainën, e cila prej 3 vitesh lufton kundër forcave pushtuese ruse. Një incident ndodhi gjatë fjalimit të Donald Trump në Kongresin Amerikan. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike Al Green u shoqërua nga stafi i Kongresit dhe doli jashtë sallës vetëm pak minuta pasi filloi fjalimi i Trump. Shkaku bën ndërhyrje Al Green, i cili tha se Trump nuk ka mandat për shkurtimin në sistemin e kujdesit shëndetësor amerikan. Pasi doli nga salla, Al Green tha se njerëzit duhet ta dinë se ka nga ata që e kundërshtojnë republikanin. Fjalimi i Trump në Kongres konsiderohet si më i gjatë i mbajtur ndonjëherë nga një president amerikan. Ai vlerësoi gjithashtu vendosjen e tarifave si një mjet për të mbrojtur Shtetet e Bashkuara pavarësisht nga konfuzioni i mundshëm. Dhe Kanadaja e Kina do të kundërpërgjigjen ndaj vendosjes së tarifave amerikane. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze vuri në dukje se Pekini nuk mund të nënshtrohet presioneve të Shteteve të Bashkuara, ndërkohë nga ana e tij një nga zyrtarët më të lartë të Kanadas tha se Trump po përpiqet të shkatërrojë fqinjen verior. Tarifat e reja për 25% të presidentit amerikan Donald Trump për importet nga Meksika dhe Kanadaja hyn në fuqi të martën së bashku me një dyfishim të tarifave për mallrat kineze në 20%, duke nisur kështu konflikte të reja tregtare me 3 partnerët kryesor tregtar të SBA-s. Veprimet tarifore të cilat mund të përmbysin afro 2.2 trilion dollar në tregtim vjetore të dy anshme të SBA-s hyn në fuqi disa orë pasi Trump deklaroi se të 3 vendet kishin dështuar të bënin mjaftueshëm për të frenuar rrjedhën e opiovidit vdekjeprurës fentanil dhe kimikateve pararendse të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kreu i qeverisë të provincës më të populluar të Kanadas, Ontario, përdori fjalë të ashpra për të kërcënuar Shtetet e Bashkuara, me pasoja për politikën e saj tarifore. Nëse ata duan të shkatërrojnë Ontarion, unë do të bëj gjithçka që mundem për t'i ndaluar ata të ndërpresin energjinë e tyre, tha Doug Ford. Duhet të ndjesh dhimbjen, ata duan të na godasin fort, do të kundërpërgjigjemi 2 herë më fort. Pekini nga ana e tij kërcënoi me një kundërreagim. Ministria e Jashtme në Pekin njoftoi se Kina do të luftojë deri në fund nëse SBA fillon një luftë tregtare. Populli kinez nuk do t'i nënshtrohet kurrë nga çmimeve ose frikësimeve, ose do të pengohet nga hegemonia. Presioni, shtrëngimi dhe kërcënimet nuk janë mënyra dur për të marrë me Kinën. Të bësh presion ekstrem në Kinës është të synosh objektivin e gabuar dhe të bësh llogaritjen e gabuar. Republika Popullore e Kinës do të vendos tarifa shtesë prej 10 deri në 15% për disa importe amerikane, duke filluar nga 10 mars, si tha Ministria e Financave. Produktet bujqësore dhe ushqimore janë prekur. Përveç kësaj, 25 kompani amerikane u vendosën në kufizimet të eksportit dhe të investimeve. Europa do të shpenzojë afro 800 miliard dollar për mbrojtjen, kështu është shprehur shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një konferencë nga Brukseli. Politikanja konservatore bëri të ditur se Bashkimi Evropian duhet forcojë industrinë europiane të armëve pasi situata aktuale është shumë e rrezikshme. 2 ditë përpara samitit të BE-s për Ukrainën, presidentja e Komisionit të BE-s, Ursula von der Leyen, propozoi një plan miliardë dollarësh për të riarmatosur Evropën. Plani me 5 pika përfshin lehtësimin e rregullave të borxhit dhe stimujt për të rritur shpenzimet e mbrojtjes. Kjo gjë u bë ditur nga von der Leyen në një konferencë nga Brukseli. Në total Evropa mund të mobilizojë pothuajse 800 miliardë euro, tha ajo, për të forcuar industrinë evropiane të armëve dhe aftësitë ushtarake të Unionit. Siguria e Evropës është në kërcënim shumë real. Ky është momenti për Evropën dhe jemi gati për të bërë hapin, tha politikania konservatore.
We're living in the most momentous and dangerous of times. Ne po jetojmë në kohët më të rëndësishme dhe më të rrezikshme. Nuk kam nevojë të përshkruaj natyrën e rëndë të kërcënimeve me të cilat përballemi ose pasojat shkatërruese që do të duhet të durojmë nëse ato kërcënime do të ndodhin. Sepse pyetja nuk është më nëse siguria e Europës kërcënohet në një mënyrë shumë reale, apo nëse Europa duhet të mbajë më shumë përgjegjësinë e saj për sigurinë e saj. Në të vërtetë ne e dimë përgjigjen e atyre pyetjeve. Pyetja reale është nëse Europa do të veprojë me aq vendosmëri sa e dikton situata dhe nëse Europa është e gatshme dhe e aftë të veprojë me shpejtësi dhe me ambicien që nevojitet. The real question in front of us is whether Plani von der Leyen për riarmatosjen e Evropës, të cilin u dërgoi krejve të shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare, propozon disa mënyra për të rritur dhe buxhetin ushtarak. Kjo përfshin gjithashtu lejen që shtetet anëtare të rrisin shpenzimet e tyre të mbrojtjes gjatë 4 viteve të ardhshme, përmes një përjashtimi në paktin stabilitetit të euros pa rrezikuar procedurën e BE-s për borxhe të reja dhe të tepërta. Brukseli propozon gjithashtu dhënien e 150 miliard eurove kredi për shtetet anëtare, një instrument i ri. Kjo do të mundësonte vendeve anëtare që menjëherë të rrisin ndjeshëm ndihmën e tyre ushtarake për Ukrainën. Fondet e mëtejshme do të gjenerohen përmes buxhetit të BE-s, Bankës Evropiane të Investimeve dhe stimujve për investitorët privat. Masakra e 7 tetorit ndaj Izraelit mund të ishte shmangur. Ky përfundim ka dalë në dritë nga një raport konfidencial i shërbimit të inteligjencës izraelite. Në raport thuhet se Hamasi është armatosur për tërë këto vite në ndjenin edhe të kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu. Shërbimi i inteligjencës së brendshme të Izraelit ka paraqitur një raport mbi gabimet që ndihmuan në mundësimin e masakrës së paprecedent nga organizata terroriste islamike Hamas dhe grupe të tjera ekstremiste në zonën kufitare më 7 tetor 2023. Në raportin e Shin Bet, në të tjera thuhet se nëse Shin Bet do të kishte vepruar ndryshe në vitet të para dhe natës së sulmit, masakra do të ishte parandaluar. Informacioni i inteligjencës në lidhje me planet e sulmit të Hamasit nuk u trajtua siç duhet, thaj. Ndarja e përgjegjësisë midis Shin Bet dhe ushtrisë në lidhje me paremërimet nuk ishte mjaft e qartë. Shërbimi sekret i Izraelit u mbështet shumë në barrierën në kufirin me rripin e Gazës dhe gatishmërinë e ushtrisë. Raporti përfshin gjithashtu kritikën e lidershipit politik. Flitet për politikën e qetësisë së Izraelit, i cili ka mundsuar Hamasit të riarmatoset masivisht. Miliona dollar para nga Katari u hodhën në rripin e Gazës dhe u transferuan në krahun ushtarak të organizatës militante. Fondet nga Katari janë paguar Hamasit me miratimin e kryeministit të Izraelit Benjamin Netanyahu. Pas publikimit të raportit, rrethi i ngushtë i Netanyahut kritikoi ashpër kreun e Shin Bet. Ronan Bar ka dështuar plotësisht në gjithçka që ka të bëjë me veprimet e organizatës kundër Hamasit në përgjithësi dhe me 7 tetorin në veçantë. Netanyahu deri më tani ka hedhur poshtë thirrjen urgjente të shumë njerëzve për krijimin e një komisioni shtetëror hetimor për ngjarjet e 7 tetorit. Shefi i Shin Bet, Ronan Bar, ka pranuar përgjegjësinë, por nuk ka dhënë dorëheqjen. Si udhëheqësi i organizatës, këtë barr të rënd do ta mbajë mbi supe përgjithmonë, tha ai.